me e juaja nuk është tolerancë fetare, por është vllazni fetare. Dhe nuk bazohet në durim, por në qëndrimin e qartë dhe me dëshirën dhe në nderin dhe në verën tonë më të madhe morale shqiptare, whose memory shines within the walls of human dignity at Yad Vashem. And with the same pride, dhe me të njëjtën krenari, kur kemi hapur muzeun e parë ton dedikuar mbrojtjes dhe mbrojtjes që futuen në qytetin e Florës, një qytet mezetar, ku hebrejt arritën të shpëtonin persekutimit dhe arritën të shpëtonin më shumë se gjysmën e popullatës së tyre. Nga të gjithë vizitorët nga i gjithë bota që vinë të vizitojnë shtetin tonë të bukur, edhe komuniteti izraelit, shtetasit nga Izraeli u rritën ndjeshëm dhe panë me sytë e tyre dhe dëgjua me veshët e tyre si Shqipëria e vogël ka qenë gjithmonë një strehë e sigurt për hebrejt dhe si shqiptarët në këtë vend të vogël e shndërruar në shtetin i vetëm në Evropë, i cili doli nga lufta e dytë botërore me më shumë hebrejnë se sa ka pasur më para se të niste kjo luftë. Askush në Evropë nuk mund të dëshmoj ose të ndaj të njëjtin rezultat me asnjë qytetar hebre i dorëzuar nazistëve. Dhe askush më mirë se shqiptarët mund të jenë dëshmitar të një të vërtetë të thjeshtë që të qendrit mysliman dhe antisemit nuk bashkohen nga besimi në Zot, por nga tradhtia më e madhe dhe kështu nuk ka një nder më të madh dhe përgjegjësi më të madhe që të jem dëshmitar të kësaj të vërtete që në zemër të Izraelit dhe në zemërthyerje të kësaj lufte në Gaza, ku bashkërisht izraelitët dhe palestinezët kanë hapur një oportunitet të ri për të ndërtuar paqe dhe sukses, dhe nuk ka dyshim që pjesë e këtij nderi të madh është që të vija këtu disa ditë pasi Parlamenti shqiptar ratifikoi aderimin e iniciativës së presidentit Trump dhe për ta bërë Shqipërinë një nga shtetet themeluese të këtij bord, duke kontribuar në paqe dhe për të kthyer dritaren e oportunitetit në një horizont të shpresë dhe prosperiteti për njerëzit, qytetarët e Gazës dhe rajonit. Tani më lejoni që t'ju marr me mua për një moment larg Jeruzalemit, në qendër të Tiranës, ku qyteti ton ka një tunel poshtë zemrës së saj, i cili është ndërtuar për të torturuar, të shoqëruar turit armiq të popullit dhe për të qëndruar një ataku nga Shtetet e Bashkuara ose Unioni Sovjetik dhe i ndërtuar me beton nga një regjim i cili kishte frikë nga çdo dritë lirie dhe mbajti peng qytetarët e saj në një burg të hapur. Kjo është një memorie e qartë e cila më ka bërë të ndihem keq dhe në të gjitha organizatat botërore që përshkruanin Gazën si një burg me qell të hapur, por nuk arritën të deshifronin ose të
të drejtonin gishtin realisht fajtorit i kësaj situate dhe kanë dështuar së njohuri që rojtari i burgut i Gazës është Hamas dhe askush tjetër veç se Hamas. Dhe ideologjia e terrorit kundër njerëzve të vetë, mbi të gjitha, dhe kundër shtetit hebre dhe dogma totalitaritare që asnjë jetë palestineze nuk është e denjë për të jetuar nën sundimin izraelit dhe derisa Izraeliti i fundit të zhduket nga faqja e kësaj toke. Anti-Hamas janë 2 milion të burgosur, të cilët nuk do të jenë kurrë krejtësisht të lirë dhe paqja nuk mund të sundojë derisa ata të zhduken. Sot ky tunel në Tiranë është transformuar në një hapësirë dedikuar viktimave, atyre që në origjinë kanë ndërtuar këtë tunel dhe i uroj me zemrën time që të gjitha këto tunele terrori që Hamas ka ndërtuar, ku pengjet janë marrë në 7 tetor, janë vrarë, janë përdhunuar, torturuar dhe të shndërruar në replika të shekullit aktual të viktimave të kampeve naziste, do të ruhet si një pjesë e rikonstruksionit të Gazës dhe më pas do të jenë dëshmi në favor të paqes së qëndrueshme. Dhe këto tunele duhet të jenë pjesë e memorisë kolektive të shërimit, ku bashkarisht vuajtjet e pengjeve dhe humbjes së madhe të jetëve palestineze ishin konvertuar në mbrojtjen, në sistemin e mbrojtjes më të tmerrshëm, ndërtuar nga mendja e ligë humane, ku kanë përdorur trupat njerëzor dhe duke u kthyer në falje, por pa memorje, dhe ky lloj horrori urojmë që mos të kthehet më kurrë dhe rrënjët e shkakut duhet të pastrohen dhe bazuar pikërisht tunelve në Tiranë. Ata, siç thot Primo Levi, thot që ata që harrojnë të kaluarën janë të dënuar që ta përsërisin atë. Dhe unë evokoj këtu jo krijimin e një paralele të pa mundshme të dhe duke folur për tragjedinë të madhe shkaktuar nga ky regjim në Shqipëri, unë flas për Primo Levin së bashku me memorien e këtyre tuneleve. Ne shqiptarët e dim dhimbjen e historisë dhe për të siguruar ata të cilët mbajnë një qëndrim ndryshe sa imi, sa i takon Gazës si një burg me qiell të hapur, ne shqiptarët e dim se çfarë ndodh kur ideologjia bëhet zot dhe kur shteti bëhet një altar dhe kur njerëzit bëhen dele për të shfrytzuar dhe për t'u hequr humaniteti i tyre për të përhapur frikë. Ka një histori të thellë që na lidh qytetarët e dy vendeve tona, por e kaluara jonë shtrihet shekuj më parë. Familje të cilat kanë kërkuar mbrojtje në vendin tonë, into one of its oldest and darkest impulses, hatred of Jews.
dhe dëshmi i një nga momenteve më të errëta të historisë njerëzore, urrëties kundër hebrejve. Leo Eaton wrote in a report submitted to the United Në një States raport Congress, drejtuar Kongresit të Shtetet e Bashkuara, tregohet që Shqipëria ishte një strehë për shumë qytetarë hebrej. Dhe shkruhet në këtë raport që pluraliteti religios fetar në Shqipëri, ku muslimanët ortodoksët, krishterët, hebrejt jetojnë në unitet, ku feja nuk determinonte, parashtronte besimin civil, por ku nuk kishte barrierë legale. Kur antisemitizmi u shpërhap dhe u hap në Evropë,